Rikthehemi mbrëma toksor. Jemi rikthyer në këtë P2 në emisionin tim të 1004 Zonë e Lirë, sezoni 23. Si çdo të martë më kur të prende jemi këtu live në MSNTV dhe në YouTube. Në faqen që po shikoni në ekran. Bëni një subscribe dhe mund të ndiqni atë emisionin të plot gjatë gjithë kohës, por veç në një rasti ku ka ndonjë problem me internetin dhe që emisioni hidhet pak më vonë. Shpresoj të mos e ditë sotme. Jemi lirkumë si gjithmonë, kemi nisur që në orën 9 darkës me lajmin e fundit që ra vetëm para 50 minutash. Lajmi i fundit ishte pikërisht Turqia, prokuroria e Istanbulit lëshoi urdhër arresti ndaj Bibi Netanyahu, kryeministit Izraelit. Një lajm tmerrsisht i rëndësishëm politikisht dhe gjeopolitikisht. Çfarë pritet ndodhi do merremi në emisionet e radhës. Është akuzuar Netanyahu dhe mbi 37 zyrtar bashkë me 3 ministra të tjerë për gjenocid dhe krime lufte. E pa parë pa dëgjuar deri tani nga një vend antar i NATO-s. Çfarë pasojash do të ketë ky vendim për këtë urdhër arresti ka lëshuar Turqia ndaj qeverisë së Izraelit dhe Bibi Netanyahut? Cilat do të jenë pasojat, cilat do të jetë jehona që do të ketë kjo lart e poshtë? Le të kujtojmë që Izraeli dje ka rinisur bombardimet në jugun e Libanit dhe vetëm para pak ditësh ka sulmuar një bazë të ashtu quajtur terroriste ngjitur me bazën ruse në Siri. Në Latakja, ku pati dhe një reagim të menjëhershëm të presidentit Putin. Dhe ndërkohë që kullati ti fillon dhe na shpjegon pak ç'është kjo historia e Sudanit. Sudani ka qenë gjithmonë në luftë. Po çfarë po ndodh aktualisht tani? 2 vitet e fundit është. Kur them gjithmonë, ka pas probleme me Sudanin e Jugut e tjerë, por që është lufta në kryeqytet dhe në Port Sudan. Bukur, gjithë këto detaje kulla që të na tregon si prall, se Sudani duket larg, por në fakt nuk është larg. Jo shumë afër. Unë kam qenë edhe. Ledio do na shoqërojë edhe me një video që është e tmerrshme, që njerëzit sa shohin tani. Për shpirtat e ndjeshëm, base ju nuk do ju që keni problem me gjakun, që nuk e shikoni dot gjakun, mund të mos e shikoni, ja shikoni. Është foto apo video kjo? Foto. Është foto dhe video bash. Është dhe video. Kjo i përshëm tani Ledio është foto, nuk e di pse sot mua po kjo është foto. Projektorën nuk e di pse janë drejtuar që më bien fikse, nuk shoh asgjë në ekranin përballë, çudi e madhe, shoh vetëm projektorët. Ledio do të rregullojmë këtë punë. Edhe këto janë foto Ledio, shikojnë çik. Tani këto njollat e gjakut, që njollat ato të zezë, të errta i shikoni atje, janë njolla gjaku valla. Janë varre masive. Jo. I është gjaku që ka mbetur në përveç varreve, është gjaku që ka mbetur në Po. Është një tmerr me park shumë larg. Kush? RSF-ja. RSF-ja. Dhe ma shpjegosh për çfarë. Po para se të jap fjalën kulla, dua që të ndërgjegjësohemi pak për pamjen që shikojmë. Dua të shoh që ka të videon Ledio, ku është video, që se kemi video të njollave të gjakut, e kemi? Jo, se kemi vetëm foto. Okej, nxjilni një ato fotot Ledio. Që të shikojmë mirë, shikojeni. Të gjitha këto fotot, ato njollat si të murme aty që shikoni ju dhe errta, janë njollat e gjakut të njerëzve të vrarë në këtë luftë të tmerrshme që po zhvillohet në Sudan. Kulla, ç'është kjo histori? Kush po lufton kundër kujt atje dhe kush është mbrapa? Kjo është pyetja. Atëherë, me presidentin, që është ish ushtarak edhe ai ka ardhur me grushtetin pushtet, po ishte aleat me këta me RSF-n që janë sot, qëndron perëndimi. RSF-ja çfarë është? Është e harta. RSF-ja është ushtria paraushtarake. Me e cila ka aleat Emiratet e Bashkuara Arabe. Nxirë hartën Ledio ndërkohë, tani që flet kulla. Ka Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Rusin. Dhe RSF-ja kontrollon Port Sudanin, që është në detin e Kuq. Ja, kjo harta këtu kulla, mund të na i shpjegosh çfarë? Po ta shpjegoj. RSF-ja kontrollon gjithë atë pjesën që është. RSF-ja një lloj UÇK-ja apo jo? Jo, RSF-ja është një ushtri paraushtarake. Pikërisht paramilitare. Kontrollohet. Ta afrojmë te ekrani ta shpjegoj nga afër. Nuk bëhet tu. Po funksionon. Okej. Atëherë, ti thua ngjyrat vetëm. Ajo me ngjyrë të bardhë është territori që është në kontrollin e ushtrisë të rregullt dhe të presidentit, i cili ka aleat me vete perëndimin, BE-n, amerikanët, edhe ka Arabinë Saudite dhe Turqinë. Ai ka me vete? Po. Gjithë pjesa e bardhë. Po, pjesa e kuqe është RSF-ja, që është ushtria paraushtarake, e cila është edhe ka dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Se kuptova, vazhdo me thënë ka dhe Emiratet e Bashkuara. Pra ka aleat Rusin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Dakor, sa pjesa e bardhë kishte Amerikanët dhe të gjithë të tjerët Europianë. Amerikanët dhe Europianët, Arabinë Saudite dhe Turqinë. Dërsa këtu janë Rusët dhe Emiratet. Rusët, Emiratet dhe aleatët e tyre. Dhe pastaj ndahen këto vendet e tjera. Po pjesa tjetër blu? Ajo është një territor që vazhdon dhe diskutohet mes palëve. Blu dhe e verdh, ka dhe një të verdh. Po, është një territor që ka qenë gjithmonë autonom, sepse është territor me shumë naft, dhe pastaj është Sudani i Jugut që është bërë një vend i pavarur, por edhe ata janë sudanes. Atje poshtë që lexon Sudani i Jugut. Në Sudan flitet arabisht. Fliten këto dialektet lokale afrikane tjerë, po flitet arabisht. Është shumë i rëndësishëm. Është vend myslimane, ta themi apo jo? Po, është vend myslimane gjithi. Është shumë i rëndësishëm si ajo bluja është janë aleat të RSF-s, që ke poshtë. Janë aleat të RSF-s. Po, janë aleat të kësaj kuqes. Po, janë aleat të kësaj kuqes dhe është një territor goxha i madh që nuk menaxhohet nga qeveria zyrtare. Nëse ju e shikoni me kujdes, kjo hartë është shumë e rëndësishme se tregon kontrollin e lumit Nil, që është lumi më i madh në botë dhe lumi më i madh në gjithë Afrikën. Dhe aty ku është Nili këtu? Nili vazhdon aty kur e ke tek ajo e kuqja që ngjitet lart dhe shkon për Egjipt. Vjen poshtë nga lind në liçenin Victoria që është mes Tanzanisë edhe Ugandës. Po pse më falni sekond, Sudani është poshtë Egjiptit ku dha fiks, ë? Po, Sudani është poshtë Egjiptit. Me atë kufirin e prerë kështu drejt. Po, edhe Egjipti luan me të dyja palët, edhe me qeverinë e Sudanit edhe me RSF-n. Lufta ka 2 vjet që vazhdon, pasi pra lufta është midis RSF-s. Lufta është mes RSF-s dhe aleatëve të vet dhe qeverisë zyrtare dhe presidentit. Pra lufta është midis Rusisë nga njëra anë, Rusisë dhe Emirateve që janë aleat, kundër Amerikanëve dhe Europianëve. Amerikanëve, Europianëve, Turqisë dhe Arabisë Saudite. Janë të gjithë bashkë. Po, të gjithë bashkë. Tani, i kuptuam kush janë palët e konflikt. Tani, Kartumi diskutohet mes të dyja palëve. Kartumi në fakt është kryeqyteti. Kryeqyteti, ndërkohë që Port Sudani, që është edhe porti kryesor në detin e Kuq. Ku është Port Sudani këtu? Është aty në detin e Kuq, që thotë. Port Sudani është nën kontrollin e RSF-s. Ati ku është e kuqja, avije kuqja, që është në gjithë në kuqja. Shaperle. Dhe këtu po diskutohet edhe kush do kontrolloj pjesën tjetër të detit Kuq. Ki parasysh që deti Kuq është një nga kanalet kryesore të kontrolluara të botës, një nga rrugë kalimet kryesore të... Kemi bërë vetëm një gabim kulla, këtë po e them për ata manjak që e shohin dhe nuk duan që ti të gabosh. Kemi bërë një gabim, kemi lexuar gabim hartën, e bardha është shkretir, kujdes. Jo, shkretir është e gjitha jo të shkretir. Prit, e kuqja është qeveria zyrtare. Ore, jo. Prit, po e përse është bërë gabim, një sekund. RSF-ja është bluja, sepse është legjenda poshtë. Tani dëgjoj. Legjenda poshtë. Nuk ka nevojë, Port Sudani, kam qenë Port Sudani kontrollohet nga RSF-ja. Nuk diskutohet kjo punë. Po jo, pra se në qofse... Port Sudani kontrollohet nga RSF-ja dhe nga Emiratet e Bashkuara. Emiratet e Bashkuara kanë marrë edhe portin e Berberës poshtë në Somaliland. Tashi këtë konfliktu në një... Ja, se në dyshim, po atëre, o është gabim harta, vla, se legjenda e hartës poshtë, ashtu e thot, prandaj unë të, ashtu, nuk po i gjova ty. Unë po të them që... Ja, shikon që lezon poshtë atje? Territori është gjithi shkretir, pjesa më e madhe, këte nga jugu... Pjesa e banë, po pra shkretir, po. Këte nga jugu, nga Sudani jugut fillon dhe bëhet i gjelbër, dhe territori është ndarë, vetë kryeqyteti Kartumi është ndarë gjysmë për gjysmë, dhe Port Sudani kontrollohet nga RSF-ja. Sigurt? është sigurt. Port Sudani është ati dhe kuqja? Port Sudani është në detin e Kuq dhe është aeroporti Port Sudanit kontrollohet nga RSF-ja dhe nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe Arabia Saudite mbështet qeverinë zyrtare bashkë me Turqinë dhe Perëndimin. Pra në duhem bërë Shqipë të më burë. Ka sanksione të mëdhaja ndaj atyre që mbështesin RSF-n, por duke qenë që Sudani është edhe një nga vendet me kontrolli, me burimet më të mëdhaja naftëmbajtëse dhe me minierat pa fund të ari dhe të lëndë... Ka miniera ari? Kjo është arsye pse Rusët dhe Emiratet janë përqendruar aleat në Sudan bashkë. Pra nëse në vendet tjera janë kundërshtar me njëri tjetër. Po i binin, ishte një video tani që kush i kishte një sekond tani, një video se ku e pash para 2 ditësh, po miku tani kulla, që po akuzonin Emiratet pikërisht për mbështetjen e RSF-s pra. Është hapur. Në Sudan. Është hapur. Sepse ata duan të kapin arin atje.
E kanë kapur arin dhe çështja është e naftës. Sudani është një nga vendet... Pra është edhe ari dhe nafta. Po. Çështja është e naftës. Pra është edhe ari bardh dhe ari zi. Edhe ari bardh dhe ari zi dhe ki parasysh që... Dhe këta dy burra që shohim në foto, kulla janë dy armiqta apo jo? Po ishin aleat ama. Ka qenë aleat fillim. Derisa rrëzuan presidentin e mëparshëm, ishin aleat. Ai me ngjyrë si cili është? Dy me ngjyrë janë ata. Po ky tjetri duket pak si më ndryshe. Jo, të dy me ngjyrë. Ky ishte general, ai ishte kolonel. Generali u bë president, koloneli krijoi ushtrinë e pavarur dhe janë dy ushtri që luftojnë kundër njëra tjetrës. Trumpi tha dje ose pardje që ka bërë deklaratë që duhet i kam dhënë urdhër, tha, forcave tona ushtarake, tha, që po lundrojnë atje afër në atë zonë, që të bëhen gati për një plan operacional të ndryrim në mënyrë direkte në Sudan, sepse nuk shtyhet kjo histori kështu. Po vazhduan, do përfundojnë në Somali atëherë ku amerikanët humbën shumë trupa dhe u detyruan të tërhiqin. Atje është luftë civile, është... Jo të futin trupa, ai kam me se duket për kështu bombardime për gjëra. Do bombardime. Atje është pafund të... RSF-n pra. O mendoj që Sudani do ndahet në 4-5 shtete tjera. Është ndarë një herë. Sa kohë ka filluar? Atëherë lufta Sudanit historike ishte Sudani i Veriut kundër Sudanit Jugut dhe ishte qeveria e Kartumit kundër një pjesë tjetër të territorit që quhet Darfur dhe tani pas... Darfuri ku bie? Po në Sudan. Darfuri nuk është kjo qyteti? Jo. Darfuri është një rajon që është kjo pjesa që ke këtej. Dhe kush e kontrollon Darfurin? Darfuri tani është autonom, aleatët e RSF-s kontrollojnë Darfurin, dhe tani po ndahet dhe pjesa tjetër. Dhe aty, për mendimin tim, kur të ndahet Sudani, aktorët kryesorë që do ulen në ndarjen e Sudanit, do jenë Rusët, Egjipti, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Shumë interesant. Është perë, sepse është dhe nafta, edhe flori, edhe ari. Dhe ti thua tani këtu me... Dhe aty janë dhe dy vende tjera aty, Republika Qendrore Afrikane dhe Çadi që mbështesin njërin palë dhe tjetrën palë me armatime, me ushqime. Po në këto momente janë duke dominuar Rusët dhe Emiratet e Bashkuara apo jo? Rusët dhe Emiratet e Bashkuara me RSF-n, në anën tjetër është Arabia Saudite dhe... Jo, janë duke dominuar kuptimi që mineret e arit i po i shfrytëzojnë... Po i kanë marrë ata. Emiratet e Bashkuara dhe Rusët. Emiratet e Bashkuara, Rusët edhe naftën. Ndërkohë Amerikanët nuk kanë asgjë në këto momente. Prandaj Amerikanët mendojnë të çojnë trupa që të ndihmojnë qeverinë zyrtare, se pora qeveria zyrtare gjithë... Pikërisht, edhe kjo thot i ka rreth një vit që ka filluar kjo histori? 2 vjet. Ka 2 vjet. Dhe kur pritet zgjidhet? Do ketë marrë një zgjidhje? Unë nuk mendoj që do ketë zgjidhje, mendoj që do kemi masakra të tjera dhe konfliktin nëse perëndimi nuk ndërhyj me trupa, dyshoj se do hyj me trupa. Kjo ka mundësi që të ketë një koalicion Arabi Saudite Turqi që të ndërhyjë drejt për drejt me trupa në Sudan. Ki parasysh që gjithë pjesa përballë Sudanit është Arabi Saudite. Po ndërkohë Emiratet e Bashkuara Arabe janë përqendruar me shumë para në ndihmë të RSF-s dhe me shumë armatime që vijnë nga Rusia. Dhe ajo që ishte Wagneri e transformuar sot është me trupa dhe stërvit armatos RSF-n dhe me teknologji ushtarake të nivelit lartë. Ndërkohë aktor është edhe Kina, e cila nëpërmjet... Bravo, se për këtë do të pyesja, po Kina nuk e përmend fare në këtë konsorcium. Me palë të treta furnizon me armatime të dyja palët. Kina është me dyja palët? Po. Në një vend tjetër afrikan... Ju shet armë? Po, në një vend tjetër afrikan me palë të treta i furnizon të dyja... Çfarë perle. Pra ndërkohë që ne merrim me këto për shembull ligjin special që kishte kaluar dje në parlamentet e tjera, këta merren me ndarjen e territorit. Okulla, para se të ikim tek të vim këtu në Katundlla, në Shqipëri. Izraeli me kë është në këtë katraur atje? Në këtë ndarje të Sudanit? Izraeli s'është as me njërin as me tjetrin. Po Izraeli nuk ka mundësi të shesë armë tyre se i duhen vetë tani në këtë moment. Në këtë moment i duhen vetë, por Izraeli tash s'është as me njërin as me tjetrin. Se ka hallet tjera. Ora 21:52 minuta, zonja Zotrin. Do të kujtoj të gjithëve se luftrat e mëdha nëpër botë bëhen sigurisht kryesisht për burimet energjetike apo jo, burimet bëhen për tokës, për naftë. Atje, domethënë keni për gaz, por edhe për ar. Sudani ka naftë, gaz, ar dhe ka shumë minerale të tjera. Dhe me gjëra fjallat e naftat e gazit, faleminderit Kulla. Por ka gjysma e detit Kuq, që është gjëja më e rëndësishme që ka Sudani. Sepse ka atje shumë naftë apo jo? Jo, deti Kuq është kanali kryesor i qarkullimit të mallarëve nëpër botë. Dakor, po ka dhe atje që mund të ashtu për naftën. Sigurisht se nga atje mund të eksportohet nafta, ari e gjitha. Ora 21:54 minuta. Rikthehemi në Katund, zonja Zotrin. Go!
Spak rrethon Ramsin, e vërtet apo psaj op? Kulla, për gjithë ata që nuk din anglisht si puna ime, psaj op do me thënë operacion psikologjik. Le të kujtojmë Kulla që në ditët e fundit që po përjetojmë është nga njëra anë Erion Velia, i cili dhe sot kishte bërë një status në Facebook ku kënaqje e përfitone që mori në GK, gjykatën kushtetuese. Ndërkohë kemi Belinda Ballugun, e cila është thirrur si e pandehur në Sfax bashku me 5-6 drejtorë të tjerë që janë marrë të pandehur. Ramsi 4 së bashku me parlamenti po bëjnë gjithçka në fakt që ky lajm të mos bëhet lajm dite në parlament të paktën, se media gjithandej është hapur. Tani kanë folur tani bile edhe mediat e mëdha që janë rëndom të pavarur. Rëndom të pavarura. Nuk arritën do të më të fshehin lajmin dhe kanë zjerë tani dhe po e bëjnë në studiet e tyre, me vonesë po çon si ka. Pyetja ime është e thjeshtë Kulla. Është gjithë ky një operacion për të rrethuar Ramsin në thelb apo është thjesht një operacion psikologjik? Pra, e ke pasur ata që luajnë me ato, është ajo loja e famshme, si quhet ajo me ato kupat? Që janë ca kupa që luajnë ca mashtrus në rrugë, Kulla, që vën një gjë poshtë, vën një lek poshtë, ama janë ca kupa që bëjnë kështu. E kupton dhe vjen njerëz të shkret, është tipi Xhoze, i dhe hop zgjedhin këtu hop, s'është leku atje. Në fakt leku s'është në asnjë vend, po ata gjithmonë hedhin lek për të gjetur gjë. E di çam kujton. Ç'është kjo valla? Di çam kujton kjo histori çam. Kjo histori përveç se më kujton kohën kur pas katarsisit famshëm që bëri Fatos Nano atëherë, që socialistët të ngelur pa armiqte jashtëm se kishin fituar zgjedhjet dhe kishin mundur Berishën e tjerë, filluan luftën me njëri tjetrin. Atëherë ishte Nano. Pastori ku është? Kundër Ahmetës. S'ka ardhur akoma? Bëj telefon. Edhe kjo ngjarje më kujton një ngjarje që ka ndodhur në 2019-ën. Po? Një mik i imi dhe i Ramës, shumë mik i Ramës, po edhe mik i imi, i huaj, i thot mos e le opozitën të ikit sepse Hajde poshtë e studio, pastor. Pa opozit... Ke studio, në poshtë jam. Okej, dakor. Pa opozit i thot... Hajde për mikrofonin. Do të çmenden të tut. Dhe tani, unë ajo gjë që po shoh në fakt, është që duke qenë që ushtria e madhe socialiste ka mbaruar punë me opozitën, pra ka fituar dhe stërfituar zgjedhjet e tjera, tani ka filluar fort lufta brenda llojit dhe janë hapur lakrat. Pra, ti kshu e shef të gjithën këtë. Po them. Piktura jote kjo është. Në 2019-ën, miku im, një politikan i shuar i huaj, që është edhe mik i kryeministrit. Italian me siguri. Po. E di. Ish kryeministër ka qenë. Edhe i thotë, dgjoj mos e le ti kjo opozita, thotë se do të çmenden të tut. Ai bukur kjo. Mos e le ti ikë opozita se do të çmenden të tut. Dhe çfarë perle? Dëgjove anë çfarë perle i ka thënë? Çfarë perle është kjo? Mos e le të çmenden të opozita se do të ikin të tut. Ua, ky në fakt e eliminoi opozitën në një mënyrë e mundi keq, më fal Kulla, e bleu, e stërbleu, e shpërfytyroi, pra e ka bërë qesharake. Dhe në fakt i ndodhi kjo gjë. Dhe tani jemi në fazën që po i shpërfytyrojnë të vetët. Atë shpjegimin që unë të pata bërë ty që në marrëdhënie me Spakun, që ti më patë pyet si do jetë marrëdhënia me Spakun, do të thash ka mbaruar muaji i Mjaltit, iku dhe muaji i Dyllit dhe tash kemi ardhur te muaji i Jashqitjes, që tash ka filluar Jashqitja tha gjithë, bu pis gjithë tash. Pra gropat e zeza tani posetat janë hapur. Në këtë fazë. Po s'po i përgjigjesh pyetjes, a është vërtet rrethim ndaj Ramsit kjo që po ndodh? Po rrethon Ramsin? Apo është psajap? Ta thash pra. Psajop. Ta shpjegova shpjegim. Tash të vetët janë çmendur dhe si rrjedhojet vetes ka mbaruar Mjalti me Spakun, mbaroi edhe Dylli dhe tash ka filluar pusetat dhe kush bëhet më shumë pis. Po prap kuptova gjën. Është rrethimi i Ramsit apo jo? Ta shpjegova, nuk ka nevojë të rrethuesh, ka plas nga brenda, kupton? Ore Spaku vetë, po i vjen vërdall Ramsit? Po ka plasur vetë dhe sikur mos i vi, s'ka ç'bën, domethënë, duke qenë që ka ngel para armit, tash këta ka ngel dhe ka filluar vetë, ka ik. Kulla, po mua pse më duket sikur Ramsi sa më shumë bien, sa më shumë partizan bien për liri, aq më fort më duket Ramsi mua, aq më shumë më i qetë është. Tash dëgjoj se jemi... Ja, për shembull, një sekondë. Jemi një javë nga vdekja e Fatos Nanos, do të tregoj një ngjarje. Jo, po para se ta tregosh, sepse është shumë e rëndësishme se me këtë mbyll emisionin ti. Ledio ka gati, nuk e di, Ledio, kemi disa materiale ne për këtë historinë e rrethimit të Ramsit apo jo, që është i vërtet apo është psajop, operacion psikologjik.
Po. Mund ta plasësh pak çka kemi kështu sinkron. Çka kemi nga Ramsi 4 sinkron? Kemi këtë podcastit vetëm duket që flet për Erion Veli, që flet për Tiranën? Apo kemi ndonjë gjë tjetër? Ma thuaj çik? A ne dio? Kemi të podcastin, po. A? Kemi nga podcasti, po. Kemi vetëm podcastin sinkron. Po. Shive shtot për Tiranën, pas vendimit të gjykës. I jepi Ledio. Tirana duhet drejtuar. Tirana nuk mund të jetë një trup pa kokë. Kryeqyteti i Shqipërisë ka nevojë për të zgjedhurën e vet mbi krye. Kështu që kush ka në dorë ndihmoj në zgjidhjen e këtij ngërçi absurd, duhet kujtohet se përtej të gjitha teorive të tjera të konspiracionit, kryeqyteti nuk mund trajtohet si jetim. Ky është një skandal në vetvete. Është një skandal për cilin qytetarët e Tiranës paguajnë një kosto. Tu jemi përballë një disproporcionit të dyfisht, disproporcionit të mbajtjes tij në qeli në dëm të lirive dhe drejtave kushtetuese të tij si person dhe si zgjedhur. Qëndrimet kryeministit. Ore, ky tani me këtë që thot, sepse Ramsi duhet të në përgjithësi Ramsin, kur e di gjon, unë të paktën nga sa e kam kuptuar në këto vite eksperiencë që kam dhe nuk jam pak, është gjithmonë Ramsi thotë kundërtën e asaj që do të bëj ose që ka bërë. Pra nuk thot asnjëherë, pra Ramsi është për shembull një nga njerëzit, një nga mostrat politike, i cili e di shumë mirë këtë frazën që gjua është shpikur për të fshehur të vërtetën. Dhe ai nuk thot asnjëherë atë që mendon. Thot gjithmonë të kundërt. Gjua është bërë për të mos folur çani. Pikërisht pra, për të fshehur të vërtetën pra. Ja, ky është dhe statusi i Erion Velis sot, që njerëzit mund ta lexojnë atje për shefin e tyre, nga paraburgimi i Durrësit. Tani pyetja ime është e thjeshtë, Ramsi. Ta lexoj pak. Të dashur miq, për shkak kushteve ku ndodhen. Po, mos do lexosh të plot tani. Kursull me avokat. Okej. Ja më thot domethënë që Se kam lexuar prandaj. jo, e di pse më. Po jo më lexoj nëse ke dëshirë. Vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ishte një vendim për të më kthyer mandati mua, por për të kthyer atyre që i përket popullit të Tiranës. Ky nuk është një vendim për një njeri, por për demokracinë shqiptare, për votën e lirë dhe për çdo qytetar që beson se pushteti buron nga populli dhe i përket atij. Gjykata kushtetuese rivendosi jo thjesht një mandat për dinjitetin e ligjit dhe betimin se shteti ka ende busull dhe drejta mund vonoj, por nuk harron. Faleminderit çdo qytetar i Tiranës që besoi, që pritet dhe që nuk u dërgoi. Okej, etj. Po bëj çdo gjë që është në dorën time që puna të vijojë etj. Po pa edhe në fund fare, di si i thot. Ju dua shumë. Po. Erion Velia vazhdon vlla, është çudi e madhe, vazhdon të flasi nga paraburgimi në muajin e 8 që është atë 9 nuk e di tani. Dhe ju flet njerëzve, pa ka krijuar të raport komunikimi, a thua sikur nuk është akuzuar për asgjë. Domethënë ai vazhdon dhe ju thotë atyre shikoj, mos dëgjoni fare se ç'ashtu, këtu me mua unë ju dua dhe ju më doni. Pastaj pra, një gjë ai është prestigjia, pra vazhdon këtë lojën e prestigjatorit në mënyrë brillante, nuk e di sa ngjit. Një gjë nuk mund Prisë unë kam pyetje vlla. Që nga burgu i mundi gjithë. Ë? Një gjë nuk mund ta marrim që nga burgu i mundi gjithë. Ka izolimi. Unë në një emision të kaluar kisha vënë pyetjen Veliajt, ai po e hapet rruga për kryeministër? Kjo është vetë kjo, unë mendoj që ai ka shumë rrugë përpara, ja kam thënë kur ka qenë jashtë. Po pra, po Ramsi ndërkohë kulla, më fal tani, si që mos përsa ashtu, se vajti ora dhe nuk dua të lot shumë sot. Ramsi ndërkohë nga ato që ti dëgjove, ai e tha troç, përderisa ju nuk mendoni për Tiranën dhe përderisa u rrëzua dekreti i Begajt për zgjedhjet në Tiranë, atëherë tha, më fal, po me çfarë po e mbani një qeli, pra pse nuk e lini të lirë të vazhdoj të shkojnë në zyrë të udhëheqë Tiranën? Tani pyetja ime është, Ramsi do vërtet, pra është duke thënë vërtet atë që do të ndodhi, apo është një hipokrizi totale? Çfarë preti që thotë ai që humba? Normal që si do thotë humba? Më mundi ai nga burgu, si do thotë? Ai thotë lironi, po si do thotë? Normal që do thotë këtë gjë, përballë kësaj gjë normal të gjë do thotë. Pse çfarë do thotë? Që humban mundi ai nga burgu, na mundi gjithë ai nga burgu. Si do thotë? Ndërkohë që atij që është në burg s'intereson Tirana, ti intereson fati ti juridik dhe kjo është një tullë e rëndësishme në betejën e tij me medresin. Ka vetëm doza hipokrizie nga të gjitha palët, apo askush nuk flet tamam troç. Janë të gjithë me gjuhë të drunjtë, janë të gjithë komplet në ajër, domethënë është secili ka kanë karemat për të mashtruar njerëz e vet. Secili ka betejën e vet çan. Po, ka fjalën gjua e përdorur është komplet mashtrim pra. Gjua është gjuhë e drunjtë, normal. Është gjuhë e drunjtë e neveritshme, duhet thënë, është e neveritshme. Është e neveritshme. Do të them një gjë se do ta mbyll me këtë. Hajde më thuaj, është e neveritshme.
për të përshkruar situatën që jemi tani. Ndjes pas Fatosnano, shumë vite përpara, në kohën që u bë Bamir Topi president, pak më mbrapa, në një takim privat i thot Berishës, "Gjo Sali, thot, jemi përballë një sezoni, thot, që o do bëjmë një marrëveshje të madhe dhe t'i vëmë një kapak të fortë Çeliku dhe ta saldojmë fare aty ujrave të zeza që janë poshtë, ose po nuk i vëmë këtë kapakun e Çelikut aty ujrave të zeza që janë poshtë, mbaje mend, thot, që ato ujrat e zeza një ditë do dalin, do na marrin gjithëve përpara dhe do na çojnë histori me ujrat e zeza. Fatosi iku i pastër, vëlla, po këta tjerët rrezikojnë që se kanë atë kapakun dhe ato ujrat e zeza i marrin gjithë përpara. Pikërisht në vjen një mesazh kulla. Lidhur me këtë sapo theti. Deri në 2028 thotë që i mbaron mandati i prokurorëve, zoti Çani, 2029 në fakt. 2029 i mbaron. Po. Spaku ka për t'i vënë këmbën në fyt dhe do marrë zvarr doktorin dhe piktorin që të mblidhen aty në kuvend, të bëjnë 94 vota, të ndrojnë kushtetutën dhe të zgjasin jetën atyre prokurorëve. A është dakord zoti Kulla me këtë? Se di, po një gjë ata do ta bëjnë, do bëjnë Senatin e Republikës në mënyrë që të garantojnë disa nga, pra do bëjnë që të vënë këtë kapakun, të garantojnë imunitetin e përjetshëm për disa nga politikanët më të rëndësishëm. Si thua Senati është kapaku i mutit, kapaku i pusetave. Po, Senati po se do garantoj Që mos dalë i muti sipër. Po sigurisht. Ite interesante kjo. Ti thua për të do ta bëjë Senatin, të sigurojnë veten? Po duhet të ruajnë Republikën, se ndryshe si do ruajnë. Dhe kur kanë plan ta bëjnë këtë Kulla? Besoj që në 2026 do bëhet. Do bashkoj votat Saliu dhe Ramsi 4, Po, reforma zgjedhore, po. Që ai komisioni që ka ngritur tani, që është Damian Gjiknuri në krye nga dhe Bylyk Bashi nga PD-ja. Po pse mendon ti që Senati do t'i ndihmojë për i dhënë imunitet? Sepse do japi imunitet aktorëve kryesor politik në vend. Është e drejtë që të jetë kështu. Po pra, po deri në momentin që Pra ish presidentëve dhe disa nga deri në momentin që bëhet Senati. deri në momentin që bëhet Senati ka dalë shejtani nga shishe. Po pra. Dhe s'më le të them po, për ty. dhe kur të përdunon ka diu dhe Zoti s'bënderman. Pra mirë kush ka punë me ta. Pikërisht pa. Deri në momentin që Senati nuk është bërë dhe këta nuk janë senator akoma. Po. Dhe Ramsi nuk është akoma president. Me 2 mandate, 2/7-14 do bëhet mandat 7 vjeçar. Siç ka pasur Si në Francë. Franca dikur, po. Pastaj e bëri 5 Franca, atje ja futi vetës fakt, se ishte mirë me 7, po çon si ka. Dhe ky kanë plan të bëj kështu thon tani, këto janë gjitha hipoteza, s'kemi asgjë të konfirm. 7+7-14 se i bie dhe me moshën e tij. Pra ai bëhet president me mandat 7 vjeçar në 2027, në qoftë, po nuk e besoj, po çon si ka, që 27-ën, që i bie në 2027-ën Kulla, Ramsi të jetë nga 61 që është tani, 2027-ën i bie të jetë 63, plus 7, 70, plus 7, 77. 77-49. Ti do janë llogari kotos, duhen bërë kështu? Se di. Punën e kapakut të shpjegova, se Fatosnano nuk jeton më, për na ka lënë gjëra brillante në kujtesën tonë politike. O Kulla, pra ti thua, në qoftë se Spaku nuk vepron ndaj Ramsit, se nga gjithë tjerëve ka vepruar dhe i ka në dosje, apo i ka hapur çështje. Qoftë nuk veprohet ndaj Ramsit 4 deri në 2026-ën, ku do bëhet. Thash këtë çfarë? Po ti këtë E ti, unë thash që kanë kapakun dhe duhet ta vënë. Po mirë, po deri në Dhe momentin po krijojnë Senatin, Po, tash pra. se kur e bëjnë nuk e di. Po pra i kanë bërë një vit apo jo? Se di. Pra për një vit Spaku, Se di ç'bën as për një vit, as Më për fal. një muaj. Di që ti me mua e ke humbur sa baste, kemi dhe bas tjetër. Të lëm mikun tim Akilin po. e madh se e kam pas shok në ekipin e Unë vazhdoj akoma të kem basin, vëlla. Këtu do jemi. Ramsin nuk e prek njeri derisa të jetë në pushtet. Edhe unë kështu mendoj. Ti s'ke vënë bas me mua për këtë, Jo, edhe unë kështu mendoj ça. që nuk e prek derisa të jetë në pushtet. Edhe unë kështu mendoj që do vën kapakun me Çelikut. Pra s've prek njeri derisa të jetë në pushtet. Edhe unë thash kështu mendoj që do vën kapakun. Atëre për çfarë basi ke vënë me mua? A do i lën punën e kapakut të së ditë, domethënë. Lëm këtu sonda. Të vinë ato le t'jo bëhet gati Pastor Akili dhe Roberta Liaj Dragoc, zënja zotëri, rikthimi nga Belgjika për 48 orshin.